Live from Tirana në Top Albania Radio. Rikthehemi sërish në tras me tim të drejt për drejt. 11:33 orë eksakt në këtë moment dhe siç dihet të martën ne diskutojmë duke hamendësuar se çfarë mund të ndodhë sonte në spektakël, jo në Prime, siç thonë gjithë shqiptarët, se kam përshtypjen që po ti pyes shqiptarët si përkthehet fjala Prime, nuk do din ta përkthejnë, e kupton? Gjithsesi. Atëherë, si e parashikon ti vazhdimsinë e raportit Miri Selin? Pra një parashikim. Do ribashkohen, se ka kosë shumë të madhe në që sa i kthehet e Miri. Patjetër. Se ka dhe një partner në krah tani. Okej, por pa dal Gimbo jo njerë. Është Gimbo që i prish punë. Ti thua që duhet të dali Gimbo. Po patjetër, duhet eliminohet Gimbo, duhet dali Gimbo nga shtëpia. Po publikut këtë ide në kokë, se publiku e do këtë lloj show, kështu. Po patjetër, do e nxjerrin Gimbo në shkret. Po ne për show i votojmë ata, për çfarë i votojmë? Po ashtu pas show si votonin fare, në show duam. Unë mendoj që duhet të dali Gimbo. Okej. Pastaj të rifuten prap në lojë këta të dy. Dhe unë mendoj që do rifuten, se s'kan lojë pa njëri tjetrin. Pastaj pa dal Gimbo, jo. Më pëlqen ky këndvështrimi, nuk e kisha menduar në këtë formë, që duhet të dalë Gimbo që të Patjetër. Patjetër. Po, bën një lloj sensi logjik se ai është aty, ato e martuar, ato po pastaj i bie që mos kesh respekt fare qoftë për atë dasëm, sido që të jetë në kuadër të lojës, por u bën ato puthje dhe ajo ka deklaruar që kam ndjenja për këtë djalë kështu. Në momentin që do dali Gimbo, Miri e ka terrenin më të hapur, kjo mund të jetë më e lirshme, po duhet të dali Gimbo. Pse ti mendon se do dali Gimbo? Kjo do dali e përdasë nuk besoj që finalen e ka... Po jo, nuk është finalist Gimbo. Thash, ja, nuk e luaj, po nuk është nga ato lojtarë. Dëgjoj, që do vinte dita që për Mirin e West Side Family do flisnim për këtë situata,jallah, Miri,jallah, se nuk të kish paskër kemi njohur në të tilla dimensione. Dëgjoj. I frikshëm ky Miri. Në fakt, po ti dëgjosh këngët, muzika jote seksi, tangat ekspozon. Pra Miri ka pasur këtë lloj këngësh, ose ku diun kur i këndonte komshies. Po komshi e kam dëgjuar tek Miri e pasë mi ditur të overt Mirin, po Miri pastaj qenë rrezikshëm fare. Po nuk është ndonjë rrezike, dëgjoj, rrezikshmëri e madhe e Miri. Dëgjoj, unë Miri nuk është e shoh në një lojtar strateg. Është guxim i madh që në një popull si Shqipëria të jesh i martuar dhe të luash në një situatë të tillë. Po mirë, dëgjoj, ne themi guxim i madh nëse një lidhje do ishte e shëndosh. Unë s'mendoj që Miri ka një lidhje së shëndosh, sepse dhe Miri po të kishte edhe një lidhje të shëndetshme nuk do arrinte ti bënte këto, ma beso. Po mirë, pra publikisht njerëzit thonë që ai është i martuar dhe ai vetë thotë ai i martuar tani. Po pra po, kur i prishet, kur del Miri keq, nxjerr letrën e martesës, kur nuk i del kur i del mirë nuk e nxjerr, e harron këtë pjesën. Por un po them, mua Miri nuk më duket në një lojtar i fortë. Ata duhet të falenderojnë Kristin që i dha mundësinë e krevatit dhe loja filloi që atje. Se në momentin që këta s'do kishin mundësinë e krevatit, lojën, siç u përzgjodhën ditën e parë, nuk besoj që do ishim këtu ku jemi sot. Unë do doja shumë. Se nuk e shoh strateg. Po të shohësh Rogertin është shumë strateg. Dhe Rogerti parashikon dhe mua më bëri përshtypje kur të gjitha banorët që kanë më shumë se Rogerti, kalkulimi i Rogertit në kohë reale kur ka dalë Stenaldo nga dhoma e rrëfimit, ka futur Mateon dhe ka shpëtuar Malin, kur këta u habitën të gjithë, ç'ne tha Mateo nominim, sa ata e dinë sepse janë ndarë me grupe, do nominojmë këtë, do t'i bim këtij e kësajt, dhe i vetmi në 100 e sekondit tha jo, tha patjetër ta duhet këtë bërë një ndryshim Stenaldo, ka shpëtuar Malin dhe ka futur Mateo. Asnjë. Domethënë ai është strateg. Po patjetër ka intuitë, kurse Miri nuk ka fare. Miri që ditën e parë me Selin ndan 5 finalistët, pa fillu Bigu akoma. Fiks, dëgjoj. Po haren si mashën e miun. Do doja shumë të shikoja gruan e Miri që shkon për surprizë në shtëpi, edhe është ai momenti që Ledioni pyet këtë dëshiron të takosh nga banorët e tjerë. Unë nuk e di, do paguaj lek për ta parë. Pra, nëse Big Brother bën këtë eveniment me pagesë, pra e ke pasur programet ekstra me pagesë, për ta parë këtë moment unë do paguaja. Po ti si mendon, do pranoj Selin? Patjetër. Pse do pranoj? Për të ulur çdo dyshimi. Patjetër. Po mund të ngatrohet Selin gjatë rrugës sot. Jo, nuk pranoj të takoj. Jo, më beso mua që ajo do thotë të e takoj. Do shkoj të takoj dhe do e përqafoj. Ajo mund të mendoj edhe tjetrën, dakor, që do ta bëj për të ulur çdo dyshim, që si mund t'i kthehet nusja Mirit. Është guzimtare. Do rrezikonte më shumë nëse nuk e takonte.
E di që do rrezikonte, por mund të mendoj se si do i kthej dhe nusja e Mirit. Unë e di që do i takoj për të ulur gjithë si publik për të parë. Edhe unë inshallah gruan e Mirit që shkon në shtëpinë e Big Brother. Po kjo duhet ndodhi mbas të dalë Gimbo. Po pra. Është problemi. Hoqëm Gimbo ne. E kena eliminuar. Do të ne po bëjmë tani, pra jemi bërë skenaristët e unë dhe Olta, domethënë në këtë në një botë paralele. Shumë e bukur do ishte. Shumë e bukur. Edhe imagjino një foto të tre, Miri, Selin edhe gruaja e Mirit. Pam, edhe kamera që kapte Gretën pastaj. Oj thuth, po të thaf, mos ko thuth. Është shumë e mirë, më pëlqen ajo. Greta është lezetshme shumë. Sepse është pa doreza, thot atë që ndjen, nuk mendohet gjatë. Është fiks në reality. Është fiks, është fiks. Sa pa doreza do duket Brikena. E di sa je vënë me trast me vete, duke thënë që ti nuk je kjo që hiqesh, nuk je kjo moralistja, nuk je kjo goca me namuz. Mendoj që publiku lodh pak në 3 muaj me këtë rolin e Brikenës. Jam lodhur duke i parë që e njoh pak a shumë atë lojë brenda. Brikena jo me doreza, por është me dorashka dimrore deri këtu tek brylat. Po Brikena e di si funksionon pak a shumë dhe ka thënë, ta zgjasim pak më shumë këtë, triqe mos e kput. Jo, sepse ai Mateo kur u fut, Mateo. E thot ajo. Mateo. Po e bën fix. I dha shumë atje spikati pak si jo si lojtare, si banore, se Brikena për mua nuk është lojtare. Brikena ka bërë 2 batuta, ka bërë mollzat edhe protezat, kaç. A e din? Dhe kjo më shkruar mbrapa e Mateos ndaj Brikenës është bërë shumë e lodhshme. Po dhe ky Mateo mendoj që edhe ky Mateo tani duhet të të riqet. Edhe për efekt loje, se kështu nuk dilet më në spektakël. Nëse hapim zemrën as kujt atje brenda. Publiku bëhet kurioz kur ti tërhiqesh edhe thua vlla, u lodha 2 muaj duke ndjekur këtë gocë nga mbrapa, u lodha merri më kundës. Po duan të emitojnë Luizin atë deri në fund nga fillimi deri. Po s'janë ndonjë si Luizi. 2 javë për vete. Po patjetër. Në ditën 30 martuan dhe u puthën madje më para. Po duan të bëjnë të njëjtën strategji, por nuk e bëjnë dot sepse në fundit nuk janë Luizi. Mateo për mua në këtë moment është bërë shumë e bajatshme dhe shumë e lodhshme kjo. Dhe ai përqafimi i asaj të Brikenës që i jep o zot i madh distanca. Dhe kishte pasur një avancim. E kishte puthur në qafë. Wow, avancim, aman të lutem. Avancim shumë i madh. Mateo në këto momente, nëse do të jetë lojtar, duhet të tërhiqet nga Brikena. Ti japi dorën dhe thot stop, ti mund të bësh çfarë duash. Sepse në moment që Mateo tërhiqet, Brikena del automatikisht dhe do fitonte shumë pikë. Mateo do fitonte shumë pikë, edhe do ikte shumë larg. Shumë larg. Edhe tek Dasma kur u martua Gimbua me Selinën, për shembull Mateo dhe Brikena rrin larg vëlla. Ora, jeni çift i ri që po njiheni, as kërsenin, as këndonin. Pra duket se kur mungon kimia, nuk ka kimi ti nëse do kesh kimi me dikë, bën muhabet e qesh me to gjithë ditën. Nuk ka kimi, duket nga ana e Brikenës që Brikena nuk ka pëlqim. Ajo s'ka faj në fakt, se ajo ka thënë unë të shoh vetëm si shok. Po atë pse ja puthi dorën nënës Mateos. Por s'ka kimi, jam dakord. Po pse e bën këtë? E bën sa për show. E dha dhe llokume. Llokumet ne e dim për çfarë jepen. Për çfarë jepen llokumet? Për rasfejese. Për rasfejese, pra për çfarë dha këtë? Pse doli në një nga kanë ardhur edhe mamat e tjera atje ti puthte dorën. Pse e bëri? Sepse ajo do thotë po godas edhe me këto, po e shty edhe një javë, sepse e di që do përflitet. Por që për unë nuk shoh kimi. Është kot, dhe s'ka për të ndodhur. Mendoj unë. Tani Mateo duhet t'rregojë lojtari i zgjuar. Ka kohën bollmë. Të bëhet në një çift me fëmijë këtë vit. Se i vitin Big Brother që nuk ka prodhuar fëmijë, ka qenë ky i vjeçmi. I vjeçmi pra. Pra, njëshi, dyshi, treshi kanë prodhuar. Pra, Angel Tax, Luis Chiara dhe Sara me Bardin. Këtë vit do bëjnë me qenë, jo me fëmijë. A di që përgjigje? Po pse? Do vlerësojnë që do marrin qenë këtë shtëpia. Po pse është në një gjë? Kush prej tyre? Kush? Po hajde këta që pretendojnë që janë çifte. Paktën në kështu shpëtojnë, po inshallah din të mbajnë, trajtojnë edhe qenë kafshët. Se kam dhe unë një 10 Rottweiler që më ka lindur qenushja ime dhe po të di si mbajnë. Kimia në misi mes Mateos dhe Gimbo si u duk?
ajo më duket si shoqëri, më pëlqejnë ata të dy, ndoshta edhe moshatar që janë, ndoshta e kuptojnë të ngelit të qeni, vazhdon ai qesh. Më pëlqejnë, ata të dy çunat më pëlqejnë. Më është mosha, moroni i kuptohen, janë atje. Gimbo më pëlqen si djalë, është i vogël, është çunak tani, çfarë pretendojmë? Mos pretendojmë presim shumë nga Gimbo. Pra atë që është okay, në rregull. Dakor, po Selin është më e vogël se ai në moshë edhe po bën një Big Brother lëmsh. Po patjetër tani dëgjoj. Pra nga 5 orë spektakël, 3 orë për mund të Selin. Nga 5 orë spektakël, dëgjoj, është femër. Sido që të jetë një femër është pak më inteligjente, në të njëjtën moshë femrat janë më inteligjente se sa meshkujt. Po patjetër, është vetë natyra që i bie më shpejt. Se ai më thoshte. Femrat e kapin harabelin në ajër, meshkujt e kapin kur bien tokë. Po është sa ata janë shumë pas s'ke çaj bën. Më thuaj 4 ose 5 finalistët e këtij edicioni, se po vjen fundit tani avash. Në 29 mars bën 100 ditë. 100 ditë. Atëherë unë mendoj Miri. Okej. Selin, Rogerti, Stenaldo. Shoh edhe Mateon. Nëse Mateo jep dorëheqje, nëse Mateo vazhdon me 5, thash 5. Nëse Mateo vazhdon me këto ritme, rrezikon edhe finalen. Është djalë i mirë. Unë e kam pëlqyer Mateon. Çuditërisht nuk mund të bëj tifo këtë vit shumë të madhe për asnjërin. E kam pëlqyer Mateon, por tani Mateo ka hyrë çik vetja në qef shumë. Është bërë dhe arrogant, nuk e di pse ka ndryshuar. Këta sa më shumë rrinë e kuptojnë që publiku i do dhe pastaj nuk prodhojnë më, po vetëm kalojnë në delir sipër. E kuptoj, është. Po Mateo shumë dhe nga Mateo nuk e prisja. Po forse madhe mos të. Po patjetër se unë Mateon e kam mbështetur, e kam pëlqyer, kurse tani kjo deliri i madhështisë është pak i rrezikshëm. Dgjoj, kush do të jetë cilën ai podi i fundit është shumë është interesant ai. Dhe podi, për mendimin tim, janë 2 që kanë bërë Big Brother. Atëherë po ti po më kërkon që me 2 të fundit të them edhe kush mund ta fitoj. Po, aty do shkojmë, pra më thuaj podi një herë. Nuk e di kush do të jetë në podin final. Dgjoj, unë brenda vetes time e di kush do ta fitoj, që kush mendoj, por nuk do ta them. Mos më thuaj një herë fituese, më thuaj 2-shën e fundit. 2-shën e fundit. Po. Po tani unë futa Rogertin, 2-shën e fundit që pastaj njëri del fiton. Fundit fare, pra njëri del fitues. Ha tash. Unë do ishte interesante që çikoja këtë të papriturën sikur të ishte ai Rogerti, këta do ngelnin gjithë kështu. Do ishte shumë interesante. Por e di që Rogerti me Selin përballë njëri tjetrit, do ishte shumë interesant, po e di që nuk ndodh. Po sikur të ishte Miri me Selin. Miri me Selin, pastaj do t'i thonte Miri, ta kam dhënë ty çmimin e madh, do siheshin kush ose do ndanin për gjys, edhe këtë do e bënin. Për hir të ironisë gjithmonë te kjo. Mirë. Fituesi nuk po e them, po që ajo çfarë mendoj unë. Po thuajse. Jo, nuk e kam thënë. E the për tash? Jo, harroja. Po u kuptua. Jo, e ke gabim. S'është asnjëri nga këta. Au? Po talim në një tjetër emision bashkë. Shumë e kanë përmendur Stenaldo si fitues. Pra, dhe është shumë interesant për të parë publikun këtë vit nëse do të shkojë tek ai individi që ka shkuar në 4 vite, që bën shtëpinë lëmsh, që mban një Big Brother të gjallë, apo do shkojë tek kauza, tek mesazhi, tek vlerat, ose të tjerët nuk kanë vlera për mos krijuar kequptime. Dhe shumë mendojnë që rasti Stenaldos mund të ishte një bujë ndërkombëtare, se besoj që do të ishte personi i parë i verbër që nëse ndodhë që fiton një Big Brother. Edhe unë këtë mendoj që buja do të ishte ndërkombëtare. Këtë vit do kemi një ndryshim edhe nga ana e përzgjedhjes së publikut. Unë mendoj po që do jetë se më bën shumë përshtypje Voxet në fan club të dielën, të pa censuruar në mënyrë kategorike. Në shumë njerëz e shihnin Stenaldon si fitues. Pra, Stenaldo, Rogert, Miri, Selin këtu ndaheshin në këto 4 emra. Prandaj të thash, asnjëri nga këta të dy, as Miri as Selin, thash është një tjetër, por nuk doja ta thoja, dhe unë mendoj që kësaj radhe publiku do zgjedhë ndryshe. Nuk do zgjedhë më ato të zhurmshin, ata që kanë mbajtur. Po, se në këto 4 vite kemi pasur pothuajse të njëjtin, pra, me plus minus, stili ka qenë i njëjtë. Pra, personi që bën lëm shtëpinë, personi që bën dinamika. Ne jam shumë kurioz për të pestin. Këtë vit do jetë diçka ndryshe pra. Nuk do jetë asnjë femër, mendoj unë, por do jetë Stenaldo, fituesi i këtij edicioni. Mbetet për të parë shumë e dashur.
Ndonjë gjë të fundit që të ngeli merak? Asgjë. E ke parë sa të kanë sharë djetë kë ftesën 5 në komente, po ti mi që ke i natë Selinën. Unë nuk e kam, unë s'kam asnjë natë, s'kam arsye pse ti kemi natë, se ti kemi natë do të thotë që të më kenë bërë diçka mua, mos më kanë bërë asgjë. Unë komentoj atë ç'a shoh, atë ç'a unë kuptoj. Ndoshta unë e kuptoj gabim me them gabim, këta që janë më të zgjuar se mua, ta thon ashtu siç e mendoj, secili ka mendimin e vet. Mua prandaj Rogerti bën diferencën nga ata lojtarët. E thash edhe dje, të gjithë mendojnë atë ç'a mendon Rogerti, po s'kan guxim ato që thotë, të thon ato që thotë Rogerti. Ky është ndryshimi. Edhe prandaj Rogerti hyri aq vrullshëm në lojë dhe tani e kanë frikë të gjithë lojtarët. Llogariti shkoi Miri pas Rogertit. E të mërshme. E shef që Miri nuk është në një lojtar shumë strateg. Po Miri e kuptoj dozën e rëndë të lojës, ai vati direkt me terminin incest. Dakord, po vetëm Miri nuk do ta kishte. Incestuoz. Bravo, këtë që i tha Miri. Po çfarë po ndoftoni në ai sa un kuptoj, Miri duke u pozicionuar krah Rogertit, po humbet lojën. Po e humbet sepse dy frontet janë bërë Selin Rogert. Jam dakord, po dakord, pra po ai Big Brother edhe që duhet të fitohet pak me faqe të bardhë, janë ca gjëra që ti ke një karakter të formuar, nuk ngele me formu karakterin kur hyn brenda në Big Brother. Dhe këtë se bëj sepse ma tha dhe jemi tani në televizion dhe nuk reagoj. Po ti reago, të paktën mos e bë mik për atë që tha. Ne s'po themi të reagosh ashpër, të paktën ti ndaj ti ke bërë shok në ngusht, atë po i bën strategji me Rogertin. Dhe kush ofendimi më i madh që mund të ndodhë një mashkulli. Vërtet. Po jo, më janë ca gjëra i lej lojën. Ka i shumë sa foli Olta, e harrova tani u kujtova që kam dhimbje mesi dhe po kurrizi. Tani në fund të programit u kujtova që po vuaj nga kurrizi sa të vdiqja komplet. Faleminderit shumë që ishin në program dhe për analizat precize. Të ronjë të marrë të bukur në vazhdim edhe në mbrëmje na pret spektakli Big Brother VIP 5. Okej, faleminderit gjithë për vëmendjen. Ritakimi jonë në radhës do të jetë nesër. Deri atëherë bëfshit qef kudo dhe kurdo me Top Radio.